Jam këtu ke sheshi Skënderbej. Këtu është monumenti i herojt tonë kombëtar, Gjergj Kastielli Skënderbeu. Kjo këtu është një makinë gjigande, që është një muze që hapet, që është një kamp fushimi ushtarak muzeal, i një betejë shumë të rëndësishme që ka perandoria osmane. E theksoj këtë gjë, jo Turqia moderne, perandoria osmane. Herojon kombëtar nuk ka pas tuk me Turqinë, ka pas me perandorinë osmane. Dhe ky është herojin kombëtar. Tani Bashkia e Tiranës dhe qeveria kanë rënë dakord të organizojnë në sheshin Skënderbej, se s'ka sheshe të tjera Tirana, pikërisht tek monumenti i këtij, për ta përdosur një kamp venerimi ushtarak të Çanakkales të perandorisë osmane. Pra jo të Turqisë, ta theksojmë këtë gjë, të perandorisë osmane. Tani pyetja është pse u zgjodh Skënderbeu, sheshi Skënderbej, për të bërë pikërisht këtë muze që do hapet këtu, në mes të Tiranës, në një betejë të perandorisë osmane. Ç'është ky venerim perandorisë osmane? Mos harrojmë, aty është Bashkia e Tiranës, aty është kryeministria. Në fakt, kryetari i bashkisë në këtë moment quhet Edi Rama. Sepse ne dimë që ja hoqën kompetencat e Leon Velis, tash i ka marrë Edi Rama. Dhe Edi Rama sot përdos monumentin e Skënderbeut, pasi e përdosi një herë me këtë kull, duke pretenduar sikur kjo kull është shtyra Skënderbeut, që ka komplet i parë të surratit e Edi Ramës. Mbasi e përdosi me këtë monument ka sjellë këtu këtë muzeun ushtarak, këtë muzeun ushtarak të perandorisë osmane, që ta shfaqë këtu për që ta venerojnë ne shqiptarët përballë herojt tonë që luftoi me perandorinë osmane. Kjo është tallje nga një anë, po është përdosje historisë tonë. Është përdosje monumenti Skënderbeut. Dhe kapeni pak gojë. Sa ditë u bën që ja hoqën mbulesën Skënderbeut, pikërisht tani që do bëjnë këtë gjë, në mënyrë që ta përdosin në mënyrën më brutale të mundshme. Ja hoqën mbulesën që të bëhet dualiteti midis Skënderbeut që ne i shkojmë dhe i fushojmë mu përballë, ne perandoria osmane i fushojmë përballë. Kjo është një gjë shëmtuar e qeverisë tonë. Se çfarë bën Turku është puna vet, puna është çfarë bëjmë ne. Dhe këtu Edi Rama është kryetari i Bashkisë Tiranë. Sepse aty ka hequr vullën atij që kanë çuar burg. Dhe vullën tashmë ka Edi Rama. Dhe kjo është arsyeja më e thjeshtë pse ne shqiptarët duhet ta shporrim këtë qeveri që përdos monumentin e Skënderbeut, në mes të Tiranës, në sheshi Skënderbej, duke i bërë këtë muze për këtë gjë. Ai mund të jetë muzeu më i nderuar në botë, po jo për këtë shesh, jo për ne, dhe jo për shqiptarët, dhe jo për Skënderbeun. Është përdosje e vlerave tona dhe historisë tonë kombëtare. Kjo është një arsye që ne do ta shporrim atë njeri në 11 maj. Me ndihmën e Zotit dhe në dorën tuaj është gjithçka. Faleminderit.